Atëherë përshëndetje për gjithë juve. Sot është një ditë feste, unë do të thoja, për shkak se si e tillë duhet të kuptohet nga gjithë qytetarët dita e zgjedhjeve. Zgjedhjet komunale në këtë rast edhe pjesa e A shkojmë edhe për fillimi. Për shkak Okej, do thot, I kishëm disa provokime, në rregull, jemi mësuar në Mitrovic me qenë të tilla. Sot është një ditë feste për qytetarën e Republikës Kosovës, për shkak se zgjedhjet komunale janë shumë të rëndësishme, e afektojnë direkt jetën dhe cilësinë e qytetarit Mitrovicës, po të gjitha komunave të Kosovës. Unë mendoj që Kosova ka kriju standard demokratik të organizimit të zgjedhjeve, qysh posaçërisht për vitit 2014 e këndej, edhe një traditë dhe një praktike të tillë pozitive duhet më u shoqëru edhe me një numër më të madh të qytetarëve të cilët dalin në procesin e votimit. Mesazhi për qytetarët e Mitrovicës është që masovikisht të dalin zgjedhje dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre, edhe njëkohësisht përveç qytetarëve uroj që edhe aktorët e tjerë të respektojnë heshtjen zgjedhore.